ty të kanë bërë një ftesë për që Big Brother, këto programet që janë... Ka s'guxojnë të afrohen. Se s'mnjojnë. Kam bajtur profil të ullët. Pikërisht për këtë gjë. Që të mos të njojnë. Që të mbaj mizat larg. Po çfarë mendon për këtë populizmin e ca personazheve që arrin brenda natës për shembull? Ja vlen? Është një mishmash i madh. Ndjekje kam plasur rrethet e arit, si në Alaskë dikur. Në rujtë zoti për një kë bëhet nami, kupton? Se dhe Alaska me kë mbaron. Ishte, u tha atëherë që ka pasurit më dhaja, ka flori, etj në për lumente dhe ato skërkat e Alaskës, edhe kush nuk ulshua që të merrte të kapte në flori, po proporcioni i sasisë arit që ishte në Alaskë me proporcione budallëve që vërsulën ishte shumë i ndryshëm. Pra kishte 1 gram ar për 200 budallë. Tani njëri nga këta e kapte. Në qenë 99 tjerët shkonin kot, shkonin dënd, domethënë, iknin për dhjam qenin kur i thonë, "O, vdisnin ande, ngelin, o i hante skorbuti." Edhe ngelin ande. Më pëlqeu edhe puna e këtyre personazheve që marrin pjesë, po. Në një nga këta mund ta kapi atë gramin e floririt, pra viralitetin e marketingut digital. Po. Që është në fakt një fat pur, ose s'duhet të kesh asnjë cilësi që të bësh viral. Fare. Ja, ka sa cilësi. Shumë marrë në asin e Gjestit, që fitoi Big Brother. Ti thua që ai s'ka asnjë cilësi, ose Luizeli, që fitoi para 2 vite që u bë fenomeni. Varet se çfarë quhet cilësi, për shembull, nëse ti Jo, çfarë mendon për këta dy? Nëse je në shkretir, për shembull, dhe të bie goma makinës. Po. Kë do dohet kisha afër? Gjestin apo Luizin? Mendoj Luizin. Pse ta ndron gomën Luizi? Ha? Mendon? E ka atë aftësi? Jo, mendoj që ku diun, mund të bësh edhe 2 pare muhabet me Luizin. Me Gjestin nuk bën dot muhabet. Në shkretir duhet të hysh makinën sa më shpejt, të gjesh një zvendësim të hallit që ke, pra të ndrosh gomën ose të gjesh një zgjidhje, ta mbyllësh vrimën. Ti e bëre fitjen virale tani. Nuk ti është bëj, po plas. Po përgjigjem pyetjet tua. E gëzuar. Pra varet në kontekst të çfarë thanë është je sa i Zoti është personazhi me cilin je. Çfarë thanë është ndodhesh. Po të ndodhesh mes të malit, ku prish makina, duhet të kesh afër Erion Zaloshin, se është mekanik i papar. Kemi riparu me çorape makina në rrugë, edhe lidh me çorape, lidh me telbari, tubin e presionit 180 paskal, hik në mes të borës 2 metra. Po, më thënë. Pra, duhet të kesh afër Erionin. Në këtë rast me vlera del Erioni.